Po, është një neshje shumë e vështirë. Siç e kam thënë edhe në intervista të tjera, nuk ka neshje të lehta në kampionatin tonë. Por si me Gnatin, si me ekipe tjera, ne gjithmonë shkojmë për një menim për me fitu. Megjithatë, humbja në rol ka rëndësi të mirë edhe në opinionin sportiv. Është gati vazhdimta të rikthej entuziazmin. Po normalisht na ka keq për humbjen atje, edhe për faktin se kena luajtur shumë mirë, mos me thonë se kena edhe dominu, por ishte ka sporti, duhet veç me shikuar përpara dhe të bëjmë më të mirën. Në disa ndeshje Vllaznia nuk ushtoi gol, duke përmbledhur një mënyrë rekorde, por ndeshjet e fundit u rikthye sërish psimi i golave. Tash mund ta mbyllim portën me Qilës, po s'kene që me bëhet. Ne japim gjithmonë maksimumin, golat pësohen, por ishte ka futbolli. Konsiderohet ndoshta një finale parakoshme e Gnati e Vllaznia, në vërtet të një spektakël. Jeni në impresion të rëndësisë së ndeshjes, duke pas parasysh se është sfida kampione fuqi. Po, shumë e rëndësishme si për ne dhe si për Gnatin, por kur luan për një ekip si Vllaznia, gjithmonë ke presion e gjithmonë duhet t'japësh maksimumin për çdo lojë. Në kupë ndaj Dinamos ishin vërditi i shortit. I kënaqur me këtë kundërshtar, ndoshta apo presin ligën tjetër. Se kena shikuar në aspekt, ne na kënaqur se kemi arritur në gjysmën finalen, por na presin dy ndeshje të forta me Dinamon edhe shpresojmë të arrijmë finales. Do të jenë 3 ndeshja rrallë me Dinamon për kampionatin javën e ardhshme, pastaj me kupa. Cila prej tyre ka më tepër vëmendje ekipi? Besoj që të dyja, si në kupë edhe si në kampionat, sepse kampionat do të marrim pikë sa më shumë edhe për kupën do të japim maksimumin për të arritur finalen. Ndaj skuadrave pretendente Vllaznia ka bërë mirë në sezon, por ka lënë pikë me skuadrat e vendit të fundit. Do të rikthehet fitoria nesër ndaj Gnatis? Kjo është ambicia jonë për me fitu, po siç e thash, gjitha neshjet janë vështira dhe theve vetë kemi marrë pikë kundër ekipe më të mëdha, kurse kundër këta që janë në fund tabelës kemi humbë, thotë se gjitha neshjet janë vështira. Vllaznia ishte plus 5 pikë përpara tashmë, Elbasani dhe Gnati edhe në afër me 2. E ndjeni presionin e tyre? Presionin e kemi ditë se është kampionat i vështirë, nuk është vështirë të shkutesh me pikë, por si se thash do të marrim neshje për neshje dhe marrim sa më shumë pikë. Ndaj Gnatis luhet transfer. Në këtë sezon Vllaznia në 13 ndeshje fushë ka vetëm 14 pikë. Pra përveç faktorit fushë, çfarë bën një skuadër mesatare? Çfarë ndikon? Nuk ka shumë pak pikë transferta. Po është edhe ambienti, është edhe mund të shikosh edhe ne kemi marrë më shumë pikë në Shkodër, sa jashtë, kurse ekipet tjera kanë edhe tifozat, është vend jot, e kupton. Në aspektin personal, i kënaqur gjeni tek Vllaznia? Po, shumë i kënaqur, normal që duhet falenderoj edhe presidentin edhe profesor Edi Martini si më kanë besuar te unë, edhe veç du m'ja shpërly për çdo lojë. Si të keni ardhur në Gjini, do të bëjë bashkëpunimi me këtë klub? Po, unë me thonë drejtë, unë kam kontratë e Ballkanit, por Vllaznia ka opsionin për me ble. Unë jem shumë mirë në Shkodër, jam shkodran, por mas sezonit do flas me menaxherin edhe do shohim si është më mirë për mua.